KF Shiroka vazhdon rrugën e fitoreve. Ky ekip ka mposhtur Himarën me rezultatin e thellë 5-1. Ndeshja e luetur në Reshit Rusi u dominua tërësisht nga vendasit, të cilët shumë shpejt që në minutën e 11 e pan veten në avantazh me golin e shënuar nga Bizi. Më pas në minutën e 21, Shiroka dyfishoi rezultatin fal një autogoli. Megjithatë 2 minuta më pas, Himara arrin të ngushtojë rezultatin në 2-1. 3 minuta nga mbyllja e pjesës së parë është Qela që shënon sërish për vendasit, duke mbyllur këto 45 minuta 3-1 në favor të Shirokës. Në 45 minutat e pjesës së dytë, Shiroka shënon edhe 2 gola të tjerë, me autor Dulej dhe Qela, duke bërë që gjithë ndeshja të mbyllet me fitoren e thellë të Shirokës 5-1. Ndërkohë, pas përfundimit të duelit, kapiteni i këtij ekipi Oltion Drabeja ishte shumë i kënaqur me këtë sukses. Ishte një fitore shumë e rëndësishme për ne, shumë i kënaqur, më tepër me golat, edhe me lojën e ekipit, por këtu nuk marrën në si gjohë, kjo ishte ndeshja rrodhës, mendën e kena të ndeshja tjetër që e kena me Eagle. E rëndësishme është që na ti marrim ndeshjet 1-1, atëherë mësana është në dorë të fatit vendi i parë, por na do të luftojmë deri në fund. Atëherë ecëria është shumë e mirë, harmonia e grupit është shumë e mirë, shpresojmë të marrim çdo ndeshje fitore deri në fund, atëherë mos e shohim si në vend parë, si në vend dytë ne do luftojmë deri në fund. Me këtë 3 pikësh të radhës, Shiroka shkon në kotën në 22 pikëve duke ndjekur Partizanin B kryesues që ka 4 pikë më shumë.